Tu gjatë jetë miq, unë jam Mustafa Berisha dhe sot do të flasim për një temë që shumë prej jush ma keni kërkuar. Sa kushton një dasëm minimale në Shqipëri në vitin 2025? Nëse jeni duke planifikuar martesë ose thjesht jeni kurreshtar, qëndroni deri në fund të videos se do ta zbërthejmë hap pas hapi dhe do të flasim edhe për duqet, veshjet e nusës dhe gjithçka tjetër që duhet ta dini. Shpenzimet kryesore të dasmit. Së pari le të flasim për shpenzimet bazë që nuk mund t'i shmangi në një dasëm, edhe nëse do ta bëjmë minimale. E para, restoranti, çmimi për person sot varion nga 25 deri në 40 euro. Për një dasëm të vogël me 150 persona, kjo del rreth 4000 deri në 6000 euro. Orkestra ose DJ, nga 1000 deri më 2500 euro, varet kë merrni dhe sa gjatë këndojnë. Dekorimi i sallës, minimalisht 500 deri në 1000 euro. Fotografi dhe video, paketa bazë fillon nga 700 euro deri në 1200 euro. Fustani i nusës dhe kostumi i dhëndrit. Nëse e bëni thjesht, të dyja bashkë kushtojnë 300 deri në 600 euro. Shpenzimet shtesë që duhen llogaritur. Nëse doni që dasma të jetë më e plot, ja disa shpenzime shtesë që zakonisht bëhen. Make-upi dhe flokët për nusën 150 deri në 300 euro. Dhoma e hotelit për natën e parë 50 deri në 150 euro. Ftesat për dasëm 50 deri në 100 euro për 150 ftesa. Transporti vetura e dasmës 100 deri në 200 euro. Veshjet dhe duqet e nusës. Tani pjesa që shumë prej jush më keni kërkuar, sa kushtojnë duqet, veshjet tradicionale dhe dhuratat e nusës, le t'i shohim një nga një. Fustani kryesor i nusës për natën e dasmës 300 deri në 800 euro. Fustanet shtesë për pritje, kanaxheq ose vallet 100 deri në 300 euro secili, shpesh duhen 2 deri 3 fustane. Dimia dhe dallamja tradicionale komplet kushton 300 deri në 600 euro. Këpucët dhe aksesorët 100 deri në 200 euro. Bijuteritë e nusës minimalisht 200 deri në 500 euro. Pijama dhe veshje të tjera për shtëpi 50 deri në 150 euro. Çanta, shalla të brendshëm e tjerë 100 deri në 200 euro. Totali për duqet dhe veshjet e nusës del nga 1200 deri në 2500 euro, varësisht sa të pasura apo sa të thjeshta i doni. Përmbledhja totale, pra nëse i bashkojmë të gjitha shpenzimet, dasma minimale me restorant, muzikë, foto, video dhe të tjera 7500 deri në 11000 euro. Veshjet dhe dhuratat e nusës 1200 deri në 2500 euro. Në total, një dasëm minimale në Shqipëri në vitin 2025 kushton nga 8500 deri në 13500 euro. Edhe kur mundohemi ta bëjmë pa shumë luks. Këshilla personale. Nëse doni të kurseni, këshilla ime është: ftoni më pak njerëz, negocioni me sallat për çmim më të lirë dhe merrni oferta paketash për foto, video dhe dekorim. Gjithashtu, sezonët jashtë verës shpesh janë më të lira. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëneni like dhe abonohu në kanalin tim për më shumë përmbajtje si kjo. Shkruani në koment sa mendoni se do të duhej të kushtonte një dasëm normale në Shqipëri sot. A do të bëni një dasëm të vogël apo dasëm tradicionale? Unë jam Mustafa Berisha dhe shihemi në videon tjetër.